Muaji qershor po afron dhe për kombëtaren shqiptare ndeshjet kualifikuese për Botrorin 2026 kanë rëndësi të jashtëzakonshme, me duelet vendimtare ndaj Serbisë në arenën kombëtare dhe Letonisë në transfert. Trajneri Silvinjo po përballet me një sfidë të madhe për të formuar një ekip fitues dhe konkurrues, por zgjedhjet e tij normalisht që kanë ngritur dhe disa polemika, pasi emra të diskutueshëm janë lënë sërish jashtë listës së 27 futbollistëve të grumbulluar. Një prej rasteve më të fundit dhe që merr vëmendje kryesore është ai i Lindon Selahit, kampion në Kroaci me Rijekën, i cili megjithse ka shfaqur formë të mirë, është thirrur vetëm një herë nga trajneri brazilian në fillimin e tij si trajner dhe prej kohësh nuk ka marrë asnjë ftesë për në kombëtare. Gjithashtu, Enea Mihaj, që ka realizuar sezonin më të mirë në karrierën e tij në Portugali, nuk u përfshi në listë. Disa thonë se kjo mungesë mund të lidhet edhe me faktin se Mihaj është martuar dje dhe ka dashur të marrë pak kohë për veten. Në vendin e tij është thirrur talenti i Benfikës Adrian Bajrami, një tjetër emër që ka ngjallur interes dhe është në zemrat e tifozëve mbetet ai i Etrit të Berishës, portierit me përvojë i cili nuk është thirrur në kombëtare pas një debati me stafin teknik para ndeshjes me Italinë. Panorama Sport mëson prapaskenat e ngjarjes në Europian, pasi portieri kishte pak kënaqësi për pjesën e aktivizimit. Në të trija ndeshjet luajti strakosha. Megjithatë, Berisha tani është rikthyer në aktivitet dhe po luan në Suedi, por deri më tani nuk ka marrë ftesë për kualifikueset. Gazeta Panorama Sport u mundua të kontaktonte me gardianin Kuqezi, por nuk mori një përgjigje prej tij. Mungojnë gjithashtu dhe lojtarë si Kristian Shpendi, sulmuesi i Çezenës që po shënon rregullisht në Serin B, Anis Mehmeti, i cili ka luajtur mirë me Bristolin, duke e çuar klubin në play-offin për Premier League, dhe Arda Kurtulan, aktiv në Superligën turke me Adanën. Të gjithë këta futbollistë mund të konsiderohen si alternativa të forta në skuadrën kuqezi, por për momentin trajneri Silvinjo nuk i ka vlerësuar të gatshëm për përfaqësuesen. Ndërkohë, jashtë kanë mbetur edhe Arbënor Muja, Taulant Seferi, Indrit Tuci apo Simon Simoni, teksa në vendin e këtij të fundit u preferua Mario Daisinani i Ignatias, i cili është edhe risia e kësaj liste. Po ashtu nga hera e fundit, në ekip rikthehet Mitaj, Daku dhe Hysaj.